Këto imazhe që shihni janë Shqipëria dhe shqiptarët e vitit 1913. Ato janë xhiruar nga Auguste Leon, i cili bashkë me gjeografin francez Jean Brunes erdhën në vendin që nuk kishte mbushur asnjë vit nga pavarësia e ndodhej në një situatë delikate politike. Dy francezët, punën e të cilëve e shohim sot, gati 100 vite më pas, u sollën në Shqipëri nga filantropi Albert Kahn. Pikërisht fondit dhe arkivit të tij i përkasin këto xhirime dhe fotografi të parat me ngjyra të bëra ndonjëherë për Shqipërinë. Këto janë pamjet e para me ngjyra për Shqipërinë. Aso kohë ishte një teknikë e cila sapo ishte zbuluar dhe Albert Kahn e përdori atë kudo që dokumentoi. Jo më kot ai dërgoi në Shqipëri bashkë me fotografin edhe gjeologun, i cili realizoi një përmbledhje mbi historinë, popullsinë apo gjuhën. Fotografitë bashkë me 3 xhirimet e shkurtra të francezëve pas Tiranës do të shfaqen në 11 qytete të tjera të vendit, si pjesë e një aktiviteti që ambasada franceze në Tiranë organizon në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë.